ZPS-ja nuk ka bërë as minimumin e mundshëm për të vërtetuar organizimet komplekse që i ka përshkruar në ato tabela. Ato nuk kanë ekzistuar fare. Në asnjë pikë caktuar, ZPS-ja nuk është përpjekur që organigramat t'i lidhe me emrat. As nuk ka prodhuar prova për të vërtetuar që këto organigrama ishin në realitet, pra ishin të vërteta, dhe as nuk ka bërë asnjë përpjekje të mundshme për të vërtetuar që zoti Selimi ishte në krye të saj. ZPS-ja nuk është përpjekur fare që të provonte që Ministria e Rendit Publik e drejtuar nga zoti Selimi ishte një strukturë që kishte mundësi të ushtronte kontroll operativ mbi një forcë policie në mbarvendin. Për rrjedhim, ky argument i mbrojtjes nuk qëndron dhe është tërësisht i pambështetshëm. Mungesa e këtyre dokumenteve është një lloj dëshmie që nuk ekzistonte një strukturë e mirë organizuar e Ministrisë së Rendit Publik. Mendoni sa i rëndësishëm është roli i shefit operativ të policisë së një vendi, edhe në një situatë jashtë konfliktit në Kosovë në qershor 99-s. Kjo do të ishte një detyrë herkuliane. Minimalisht do të kishim pritur të shihnim urdhra, udhëzime që të buronin për këtij komandanti operativ drejtuar vartësve, por s'kemi parë asnjë të tillë. Asnjë shembull të ndonjë urdhri, ndonjë udhëzimi, në asnjë moment, asnjë policie, në asnjë zonë të Kosovës, as nuk është lëshuar nga zoti Selimi, as në emër të zotit Selimi. I vetmi dëshmitar që ka thirrur ZPS-ja, që pretendoi se kishte dieni për urdhra specifik të lëshuar për zotin Selimi, në cilësinë e ministrit të Rendit Publik, ka qenë dëshmitari 04 748, që është përshkruar më vetë anëtarët e familjes si gënjeshtar. Një person që nuk ka qenë as në UÇK në atë kohë, jo më tej të ketë qenë në Ministrinë e Brendshme. Ai kishte një ignorancë totale se si ka funksionuar UÇK-ja së kohe. Një person që në mënyrë krejt babas ka pretenduar se ka pasur një njeri për marrëveshje të fshehta mes KFOR-it dhe policisë, dhe pavarësisht spekulimeve të tij lidhur me urdhrat e lëshuar për zotin Selimi, ai e pranoi gjatë kundërpyetjeve se nuk kishte pasur dieni personale në lidhje me ndonjë urdhër të marrë prej policisë në verën e 99-s, e më konkretisht, ai nuk kishte asnjë njohuri që komandantët e zonave të kishin marrë urdhër nga Ministri i Rendit Publik. Ju lutem shkruani paragrafat 520, 521 të dosjes son dhe 527, 536. Tani flasim për raportimin. Ju lutem edhe një herë, keni parasysh se sa i madh është roli që pretendon ZPS-ja se pas ka pasur zoti Selimi.